gjyqësor tutje. Nëse drejta penale ndërkombëtare funksionon ashtu siç është e krijuar, edhe siç është e hartuar, atëherë dëshmitarët e mbrojtjes kanë qenë aq kredibil për arsye se kanë qenë pjesë asaj etape, kanë qenë aktor kryesor në vitin 98-99. Ty po të vjen general i NATO-s i përmi këtë natën, po të vinë njerëz të State Departmentit, edhe po të vinë me mbrojtje nga Departamenti i Shtetit të veshgus aty, e ti pe krahason me një dëshmitar që thotë unë e kam vjedh druë, ma ka vjedh Leopen, ma ka marrë këto, para mendojnë çfarë skandali ka rshit kjo gjykatë. Domthon absolutisht në aspekt juridik këtu s'ka të bëj. Këtu ka të bëj komplet, por kjo është pura politike edhe qëllim keqe. Dojnë historinë tonë të lavdeshme, që me shejku e kemi prit me na ardh, po dojnë me deviju, edhe po dojnë me na shkalu, por unë nuk besoj që kanë me mujt. Nëse i marrim për bazë dëshmit e dëshmitarëve mbrojtës, unë besoj që ata që dashmë liru mineran. Absolutisht, aty s'ka asgjë të bëjë me të vërtetën, me realitetin, dhe ajo shka më e rrezikshme që ende prokurorët pretendojnë për ndërmarrje për bashkët kriminale. Kjo është hala më e madhe. E këtu unë kam një shqetësim madh me opinionin kosovar, që thotë jo të janë të dënuar individ jo që kjo. Po unë e kuptoj, di pse e kuptoj art, ata them kështu me sinqeritet më thonë, derisa prej viteve të 80-ta, të dhonat që i kemi, deri sot, po flas pse po them deri sot se shumë pak para vjet janë arrestuar 2 a 3 persona për shpionazh ndaj me Serbinë. I kemi më shumë se 72.000 shqiptar të zi që kanë bashkëpunuar me Serbinë dhe kanë qenë bashkëpunëtor të UDBA-s, pra i bjen që kanë qenë më shumë spion serbisë shqiptarë shqyrtëse që kanë qenë luftëtorë të OÇK-s. Para mendoje, është normal, unë nuk pres unë për më mbrojt lufta OÇK-s. Nuk më pres për më mbrojt krerët OÇK-s. Për arsye se këto mbetje janë riciklu, një pjesë tyre që janë analista, moralista, në elitiki. Dhe sot fatkeqësisht e them me të keqe, sot më shumë ka fuqi viktimizimi se sa sakrifica. Pra sot tradhtia flet më fort se sakrifica e lirisë. Ky është problemi jonë. Ky është problemi. Sot del i ki nëpër postime, domethënë nëpër rrjetet sociale dalin thonë ata s'janë në OÇK, ata s'e kanë mbrojtur, ç'kemi para mendoje. Jemi për një muaj e gjysmë para për përfundimin të këtij procesi. Pra, jemi në një gjendje ku tradhtia flet më fort se sakrifica atë çka kemi me thona. Ti në Kosovë s'ke pas as komisionet veçanta që përcjellin punën e gjykatës, as forume të ekspertëve juridik, të avokatëve njëjtë që e përcjell punën. Para mendon e ki konsullin që një postim që e bën dikush për arsimton kriminale ja bën like. Deri në këtë nivel kemi mri pra. Fatkeqësisht, individualisht ata persona janë të ndihmue. Shteti, institucioni ka dështuar. Ka qenë një udhëzim administrativ ku e ka pas një shtëpis, ku në raste emergjente mund më ushtu mjete, edhe ato e kanë ndjek.